Çfarë po ndodh këtu? Çfarë është kjo? Dasma jon Aisha. Qetësohu, më beso. Ferit? Çfarë po ndodh? Hande, qetësohu shpirt. Që është ky turp? Që është kjo paftyrësi? Çfarë po bën ky djalë? Nëna e mirë. Nën duhet ta parandalojmë të turp. Për hir të Zotit tuaj diçka nën. Gjethja që ra nga pema u bë vetëm një lodër erës. E atë shkojmë Aisha. Ferit, le të filloj dasma, Azade Sanxhakzade. Prit një minutë. Më ngadal. E ti çfarë po bën? Që është qëllimi yt? Të lutem qeso, të lutem me Husein. Unë i thash vajzës tënde se nuk do të martohem atë. A kupton veten se çfarë thua ti? A është vajza ime një lodër? Husein, lëreni këto, e turpruan vetëm për atë gjithve. Hajde bi po ikim. Nën! Kjo është dasma jon. Së shpejti do të ishim burë e grua. Nuk do të ishim ande. Ti e dije që gjithçka ka mbaruar. Ferit. Kush është kjo vajzë? Përse po më bën ti përjetoj këto? Ti kush je? Me sa guzim kjo ardhur në dasmën time me një fustan usërije, nuk e turp? Unë... Ande, mos krijo më probleme shtes, po largo nga këtu, të lutem. Unë duhet të largohem? Unë? Ti erdhe në dasmën tonë me një vajzë tjetër? Por unë duhet të largohem, apo jo? Ashtu? Po, kështu duhet. Aisha? Do të flasim vlla, çfarë po bën vlla? Ferit! Aisha? Aisha, prit të lutem. Aisha, Aisha, të lutem. Po ta dija për gjithë këtë, nuk do të kisha ardhur kur këtu me ty. Me gjithë mend më hodhe në zjarr. Ti ke të drejtë dhe më fal, por më dëgjoj. Po kërkon falje. Ke një vajzë brenda me një fustan usëriesh po të pret, kurse ti këtu më kërkon mua falje? Unë asaj i kam thënë se nuk do të martohesha me të. Ajo vetëm për inat ka mbledhur të gjithë këta njerëz në kokë të vetë. E dija që nuk duhet të të kisha besuar unë ty. Kuptohet, ke menduar se ke para, të gjitha gjërat i blen me para, apo jo? Jo, nuk është aq e thjeshtë. As për mua s'është e thjeshtë. Edhe më e vështirë dhe më fyese në fakt. Po, më fyese. A nuk je as pak renari? E nde po flet për dasmën? Në dëgjët vajzën. Na shkatruat kom. E sheh vet apo jo? Edhe ne gjithashtu nuk e kuptuam se çfarë ndodhi. Unë do ta shpjegoj sot Adna. Ju keni mbledhur të gjithë në hotelin tim. Na turpruat. Na turpruat vajzët time. Hajde bi, hajde shkoj. A ka ndonjë gjë që mund të bësh për të ndalur këtë turp, Azade? Nën. Harroje kontratën. Unë do të paguaj për veshjen. Aisha, pse nuk e kupton? Mos më lë në gjendje të tmerrshme të lutem, sepse kam qenë i detyruar që të them. Nuk është ajo që duket. Do ta kisha bërë këtë nëse nuk do të isha i detyruar. Mjaft më. Ajo më tradhoi. Qetësohu zemër. Qetësohu. Birë nuk në ka hije kjo që bëre. Çfarë po bën kështu? Unë kam marrë vendimin tim, baba. Unë do të martohem me vajzën që dua. A mendon se unë do të pajtohem me këtë? Unë nuk jam duke kërkuar pëlqimin tuaj, nën. Ferit! Ferit! Nuk do të martohesh me këtë vajzë. Nuk mund të martohesh.
Hande, Bia ime. Të lutem, ndalo, bia ime, bukur, ndalo. Hande, Bi. Bi, mos e voj këtë vetës, të lutem. Më lërë. Vajza ime, bukur. O, zotim. O, zot. O, zot. Vajza ime, bukur, mos bëj kështu, gjithë shka du të kaloj. Mos bëj kështu me bia ime. Ai, po martohet. Po martohet. Me ligjin që më është dhënë nga kryetari i qytetit të Antakyas, unë ju deklaroj burr dhe grua përpara dëshmitarëve tuaj. Si mund të ketë një martesë pa daulle, ha? Eja, le të fillojnë daullet. Eja, hajde. Cilin nga ju e keni ditur këtë paturpsi? Sa nga ju e dinit këtë turp? Pse unë nuk jam në dieni për asgjë? Nën, unë kam qenë se jote për kaq vite. Nëse do ta dija e para do ta thoja. Nën, po ta dija do ta tregoja me një herë, ti e di. Azade, nuk ka kuptim të faqësosh askënd. Djali jonë mori vendimin e tij të vet. Vëllai juaj dhe gruaja e tij janë dëshmitar. Nëse ata e dinin, atëherë edhe ti e dije, Adnan. Edhe ti e di, Adnan. Nëse ti e nëna e tij, edhe unë jam baba i tij. Unë doja të tërproja veten dhe familjen time. Mos deshta unë ta bëj këtë. Nën halla Soreja po telefonon. Nuk dua të përgjigjesh në thirrje. Nuk dua të përgjigjesh. Nën, të gjithë tani do të pyesin për nusën e re. Nuk ka kur far nuse të re. Nuk ka. Nuk ka. Nuk ka. Dashuria më e madhe e Azade Sanxhakzade janë djemtë e saj. Ajo vetë zgjedh nuset e saj që të jenë pasardhësit e saj. Dua të them se asnjë nuse e vetme nuk do të qëndrojë midis nënës dhe djalit. Supozojmë se edhe nëse ndodh, atëherë Azade Sanxhakzade do ta kthej jetën e saj në ferr. Dijeni këtë. Në rregull, Vedia, mirë. Mos e trem vajzën tani. Jo, unë jam gati për gjithçka. Shumë më pëlqen e ëmbla ime, shumë. Ashtu si thon, vetëm mëkatari mund të trajtojë ndëshkimin e Zotit. Do të mësohet me këtë, nëna ime. Duhet ta pranoj se edhe djemtë e saj kanë jetën e tyre. Luani im. Zotri Aman, mirë mbrëma. Dil se kam diçka për të biseduar. Eja. Eja. Çfarë bën zotri Aman? Ku ishi ti? Përse nuk ishin ndasëm? Shiko, nëse ke gisht të punë të betohem, mos më mashtro djalë. Mos më mashtro. More vesh. Çfarë punë po thua vëlla? Djalë, ai e solli nusën e tij nga Stambolli. Nuk e di ti këtë? Çfarë nuse vëlla? Ka mundësi të ma shpjegosh se nuk të kuptova. Djalë, ai yti e solli një nuse nga Stambolli dhe u martua me të. Hande iku me fustanin e nusërisë. Kjo ndodhi.
Me Handën thua se nuk u martua ai? Jo. Çfarë ndodhi djalë? Yaman! Si një grua, besoj se i ke bërë gjën e gabuar asaj. Cila do të qoftë arsyeja, është e gabuar. Unë nuk bëra asgjë. Ata vepruan. Duke parë fytyrën e disa njerëzve ju shihni familjen tuaj. Do të thënë momentet tuaja. E kaluara. Ato ditë të bukura në fytyrën e saj janë kapur. Dhe unë sa herë që shikoja Handën, shihja familjen tonë të pafajshme në fytyrën e saj. Ne ishim familje, a ishte familje ime. Rinia. Sepse ne u rritëm së bashku. Unë shihja vetëm fytyrën e saj të pafajshme. Ata ditë ajo pafajësi u fshin nga fytyra e saj. Sikur të ishte kryesisht tjetër. Unë e pash se si ajo më tradhoi. Para syve të mi, mendoj se unë do ta gëlltisja këtë. Do të vishte një fustan në sëri, do përgatitej, do bëheshte nuse. Ajo solli edhe prindërit e saj gjithashtu. Dhe pastaj erdhi në dasëm. I thashë në telefon se nuk do të martohesha me të. Por ajo nuk më kushtoi vëmendje dhe erdhi. A shikon? Aq sa më dhem shpirti, nuk kam luajtur me të fare, siç e mendon. Me të vërtet nuk kam luajtur. Por ti doje ta lëndosh atë. Desha. Mirë, e a do të tregosh njerëzve pse bëre një gjë të tillë? Nuk mundet. Nuk mund ta bëj. Nuk do të tregoj. Këtu nuk është Stamboll, Aisha. Kjo është Antakya. Një vend i vogël. Nëse zbuloj se Ande ka bërë diçka të tillë, s'ka për të dalë në publik. Askush nuk do ta shikojë në fytyrë. Ne dhe familja e Andes janë familje pa zakoneve. Dhe e pamundur që të shpjegosh këtë situatë nënës. Domethënë këtë histori dikush duhet të ishte i keq dhe ai unë do të jem. Nuk ka rëndësi. Kush do le të mendoj çfarë të don. Nëse duon edhe mund të më urrejnë. Nuk më intereson. Nuk më intereson. Historia e keqe, për fat keq. Në fakt heroi i keq i kësaj historie je ti. Historitë më të këqija në jetën e njerëzve janë shkruar nga njerëzit më të dashur. Edhe ti do të hapësh një faqe të re në jetën tënde. Do ta hap. Unë për herë të parë në jetën time bëra diçka për veten time. Dhe me të vërtet, gjëja më e çuditshme është të më bëri mirë. Për Zotin, e ndjej veten të lirë si një zog. A dëshiron që edhe unë të rrëfej diçka ty? Për herë të parë në jetën time unë rrash në planet e një personi dhe nuk mund dilja për fat keq. Por nuk ishte edhe aq keq, e di? Sidoqoftë, atë flem tani. Divani është i imi. A është e mundur kjo? Jo, shiko, unë nuk po e them këtë nga mirësjellja. Më pëlqen shumë të flej në vende të forta. Edhe në shtëpi flej në divan. Je sigur që nuk të dhem shpinë? Ferit, shiko, unë jam një vajzë kokfort. Nëse them që do të flej në divan, ashtu do jetë. Tema u mbyll. Hajde shtriu dhe fliti, natën e mirë.
E çuditshme. Azade, hajde të shkojmë të shtrihemi. Hajde, ja të lutem. Fike dritën. E çfarë po bën këtu herët që në mëngjes? Eja zbrit pak poshtë, duhet të flasim 2 minuta. Po të pres poshtë. Ç'është kjo shfaqje? Shfaqje? Zbrit poshtë do të tregoj shfaqjen. Zbrit, pres poshtë. Poshtë po të pres. Më prit, do të vi. E ke bërë me qëllim. Me qëllim e ke bërë. Më dërgove në Antakya dhe bëre plane që të kthehesh me këtë vajzë. Ke planifikuar gjithçka në Stamboll. Vëlla, çfarë planesh po thua? Aisha është ishe dashura ime. Në universitet kam qenë dashuruar me të. Vendosët të martoheni për 2 ditë? Çfarë ndodh vëlla, s'është e mundur. Kjo është një martesë dashurie, s'mund të prisnim. Ti e di më së miri këtë. Shikoja fjalët. Shiko. Mos fol gjepura. Bëu gati të shkojmë në shtëpi. Nëna të ka dërguar, më thuaj. Vlla, sultanesha Azade nuk do ta bante kurrë. A nuk e njeh nënën tënde? Jam mërzitur me gjendjen e saj. Ajo nuk do të flinte deri në mëngjes. Ashtu qëndronte duke pritur. Hajde mbledh gjithçka që ke. Hajde të shkojmë në shtëpi. Çfarë pra Ferit? Do qëndroje tërë jetën në hotel? Nuk e di vëlla. Nuk e kam menduar. Unë e kam menduar. Gjithsesi jeni martuar, i keni dhënë në nënshkrime. Tash më kam mbaruar. Vlla, ti e di se nëna nuk mundet pa ty. Ajo nuk dëshiron të humbas, Ferit. A më kuptove? Thua se ishe dashura, sigurisht. Pikërisht ashtu. Ti mendon se unë do të gënjej? U mërzita duke qëndruar lart, vendosa të vite ti pak. Bërë gjën e duhur e dashur. Shumë mirë bërë. Thjesht dhe unë po i tregoja vëllait për marrëdhëniet tona. Përshëndetje, unë jam Aisha. Përshëndetje. Unë jam Sinani, vëllau i këtij. I këtij? Unë dhe Feriti u takuam në universitet. Vëlla, unë e pash Aishën në kampus. Në të njëjtin moment u dashurova. Edhe unë me të. Jeni takuar pas disa viteve, edhe për disa ditë vendosët të martoheni. Ashtu zonja e re? Po. Pasi e pash atë disa vite më vonë, u dashurova përsëri. Dhe pasi më bëri ofertë, kështu që ne e bëm këtë çmenduri. Çmenduri? Ti nuk e din. Çmenduria ju përshtatet, sidomos ty. Mirë se erdhët.
Mirë se erdhe. Kjo është rezidenca jonë. Mirë, eja të shkojmë. Nuk po flisni asgjë? Unë do të thoja që të sillesh si nuse e re. Pra nuk qenë ka gënjeshtër. Nën, ajo është shumë e bukur, apo jo? Sinan, nëna jote nuk do të vi si duket. Mirë se erdhët. Mirë se erdhe, birë. Mirë se të gjeta nën. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Do t'ua tregojmë dhomën tuaj, që të pushoni pak. Faleminderit shumë. Faleminderit birë. Faleminderit, baba. Mirë se erdhe, bi. Mirë se ju gjeta. Masi u ratuam, unë do të dërgoj në dhomën tënde. Ashtu, më falë, se kishe emrin? Aisha. Nuk ka nevoj, Leman. Kezbanja do t'a shoqëroj në dhomë. Kezban! Urdhëroni, zonjë. Tregoj mysafires dhomën e saj. Pastaj telefonoj Asharin. Le të sjell gjërat e tyre nga hoteli. Sigurisht, zonjë. Ferit. Birë, unë do doja të flasë me ti kur të kesh kohë. Në rregull, baba, do flasim. Së pari, ne do nxjerrim gjërat me gruan time dhe pastaj do flasim. Sigurisht. Eja. Dhe kjo është dhoma ime. Do e sjellin ata karanfilin, apo jo? E di ti, ajo është shumë e vlefshme. Dakor, mos e kesh merak. I thash vëllait Jasharaj do ta sjell. E si mund mos e di, burri yt jam, duhet të sjell karanfila. Po atëherë mirë se na erdhe në shtëpi. Mirë se të gjeta. Ti largove pengesën për para Azades, të përgëzoj. E vërtet është, në fakt, unë mendova se ajo do të zemrohej, por çfarë ndodhi që u bë dashur me mua? Jo më e dashur, mos u gëzo para kohë, nuk është aq e lehtë. Le të themi se është qetësia para stuhisë. Ju më thirrët zonja Azade? Mbyllë derën, eja këtu. Do të shkosh për në Stamboll, sepse ne nuk mund t'i besojmë vajzës që e solli Feriti. Do të gjejmë informacione për të, por askush nuk duhet ta di për këtë. Jam e qartë. E kuptova, zonja Azade.
Hyr. Bi. Vajza ime. Bi. Ti je vajza ime. Du të jesh e fort. Eja këtu. Eja. Bi. Unë si do t'jetoj pa të? Baba, si do t'jetoj pa të? Nuk e kuptoj përse e bëri këtë Feriti. Bi, mos keni patër ndonjë grindje ju? Edhe sigur të ngrindesh. Cili është ndryshimi? Ai erdhi në dashmën tonë me një vajzë tjetër. Ai mbretoja vërtet këto, baba? Çfarë thua, Bi? Ai nuk të meriton ty, andaj ndodhi kështu. E di. Më mirë që ndodhi kështu. Ne u hapam fytyrat e tyre të vërteta. Nuk do të haroj kur këtë ditë. Herët apo vonë. Ata do të përgjigjen për këtë që ndodhi. Besoj babit. Mos më përziti. Baba, si do të jetoj pa Feriti? Si do të funksionoj jeta? Shiko, nëna po të përet poshtë. Mirë, do të ha mëngjes bashkë si në fëmiri. Eja bukuroshe ime. Eja bia ime. Eja. Mirë? Fatosh. Fatosh. Urdhëro, zonja Hande? A keni thirrur në konak? Kam kontrolluar në mëngjes, por Ajteni nuk më ka telefonuar ende. Por ai do të telefonoj përsëri. Telefonoj. Në rregull. Tani më re. Në rregull? Motër. Shikoj se çfarë bëri zotri Feriti. I lumt për Zotin. Ai solli një nuse tjetër në dasmë, i doli kundër nënës së tij. Jo, Bi, jo. Mos të diskutojmë më ato. Mos më bën që të flas. Do na dëgjojnë tani. Ki kujdes çfarë thua. Mirë, motër, mirë. Ja, Fatoshi po thret. E sigurisht do të merr ndonjë lajm? Mbaje gojën mbyllur. Ajten? Ju nuk telefonuat fare, kështu që unë të mora. E po më telefonon edhe ti kaq shpesh, Fatosh. Sigurisht po vdisni nga kurioziteti? Mirë, do të të tregoj para se të pyesësh. Zonja Azade pranoi nusën që t'ja puth dorën. Pra, kjo është, ata e pranua nusën, ta dish këtë? Unë edhe ashtu nuk kam shumë kohë, kam gjëra për të bërë, do të marrë përsëri pak më vonë. Në rregull. Çfarë ndodhi? Ashtu... Çfarë ndodhi? Zonjë, si t'ju them, zonja Azade lejoj nusën t'ja puthi dorën. Çfarë nuse? Çfarë? Dil jashtë. Dil. Nuk mund të dëroj dot. S'mund të dëroj më. Erzi filluan të telefonoj. Çfarë do të them aty? Shiko kush është. Zoti Adnan. Për hir të Zotit qetëso, Husin. Me çfarë fytyre bëm telefonon, zoti Adnan? Edhe ne ende nuk kemi ardhur në vete, Husin. Besom se asun nuk e kuptoj se çfarë po ndodh. E di që falja ime nuk do të qetësoj. Por përsëri mendoj se kjo çështje nuk mund të zgjidhet me fjalje. Lëri të gjitha fjalët. Dëgjoj. Tani ka mbaruar gjithçka, ka mbaruar edhe miqësia midis nesh. Asgjë nuk është më e rëndësishme për mua se vajza ime. Dije këtë. Nëse nuk e dini, atëherë do ta zbuloni.
Ata mendojnë se mund të dalin me kërkim falje. Do të shkatroj të gjithë. Do të shkatroj. Të lutem mos bëj kështu, Husin, kam frikë se mos të ndodh diçka. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Bi. Mirëmëngjesi, zemër. E këtu, Bi, babi të të përqafoj. Oh. Nëna ime. Bia ime. Eja këtu. Ata mëngjesi. Po si e? Mirë jam, baba? Edhe ti duhet të jesh mirë?